Provimi i tretë i programit kombëtar të arsimit bazë për nxënësit e klasave të nënta në lëndën e gjuhës së huaj u mbajt gjatë kësaj të hëne. Në jurisdiksionin e zyrës vendore arsimore Vlorë Himar, në këtë proces morën pjesë gjithsej 1033 nxënës, të shpërndarë në 14 qendra provimi, të organizuara sipas strukturës së shkollave përkatëse, për të garantuar mbarvajtjen e një procesi të rregullt, të sigurt dhe në përputhje të plotë me rregulloren. U angazhuan 14 përgjegjës të administrimit të provimit, 89 administrator, të cilët zbatuan me përpikmëri të gjitha udhëzimet për zhvillimin e provimit. Një kujdes i veçantë i është kushtuar nxënësve me aftësi të kufizuara, të cilat janë mbështetur gjatë gjithë zhvillimit të provimeve, nga mësues ndihmës të dedikuar, për të siguruar barazi dhe mbështetje sipas nevojave individuale. Provimi nisi në orën 10 dhe përfundoi në orën 12:30. Qendrat ku u zhvilluan ishin të monitoruara nga stafe të kualifikuara të institucioneve arsimore. Provimet shënojnë fazë të rëndësishme në formimin e nxënësve, ndërsa ata përgatiten të nisin studime të nivelit të dytë. Provimi i gjuhës së huaj mund të jepej në anglisht, frëngjisht, italisht apo gjermanisht, në përputhje me gjuhën e cila në planin mësimor të arsimit të mesëm të ulët trajtohet si gjuhë e huaj e detyruar në nivelin gjuhësor A2.